Dje në orën 11:35 zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në qarkullimin rrugor Tetov kanë privuar nga liria një person 36 vjeç nga fshati Bozovc. Rreth orës 8:35 në hyrje të fshatit Shipkovic, rajoni Tetovës, ai me automjetin Toyota me targa të Tetovës, të cilin e drejtonte, ka marrë pjesë në një aksident komunikacioni. Gjatë ndërmarrjes së masave është konstatuar se drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihet kallëzim sipas neni 297A të kodit penal. Dje në orën 14:05 në pikën pagesore Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria një person 40 vjeçar nga Shkupi. Gjatë një kontrolli në komunikacion është ndaluar automjeti i udhëtarëve Volkswagen Passat me targa të Shkupit, të cilin e drejtonte ai, me që rast është konstatuar se drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Personi është privuar nga liria në përputhje me nenin 297 AT KP. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër personit do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje në orën 17:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov është vetë dorëzuar një person 24 vjeçar nga Tetova. Më parë, ish bashkëshortja e tij 26 vjeçare kishte denoncuar se për një periudhë të gjatë kohore kishte dërguar kërcënime për jetën e saj dhe të familjes së saj përmes një rrjeti social, ndërsa më datë 6 gusht rreth orës 21 e kishte ndjekur dhe xhiruar gjatë një ahengu familjar në një objekt hotelerik. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtkeshme dhe kundër tij do të pësojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 15 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në oborin e një shtëpie në fshatin Glogj, komuna e Arcës, ka shpërthyer zjarr në një kasole bagtish ku kishte vegla dhe pajisje bujqësore. Persona të lënduar nuk ka, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Në vendin e ngjarjes kontroll ka kryer ekipi hetimor nga sektori për punë të brendshme Tetov. Dje në orën 15:55 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në një hapësirë parkingu në rrugën 120 në Tetov ka shpërthyer zjarr në një automjet udhëtarësh BMW me targa të Tetovës në pronësi të një personi 62 vjeçar nga fshati Pallçisht e Poshtme. Personat e lënduar nuk ka, ndërsa zjarri është fikur nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Në vendin e ngjarjes kontroll ka kryer ekipi hetimor nga sektori për punë të brendshme Tetov.